sa keni qenë në UDB, keni pas mundësi edhe të ishini dosjet, domethënë sekrete, se nëse s'ka bëju keni punu 2 jetë në operative, mandej në analitika? Mandej, kur u ktheva për bileqin, prej asaj shërbimit ndjekjes që isha, që i thujnë të për sjellje, atasheve, këtine agentëve, diplomatëve e tjerë, më qunë këtë sektorin e analitikës. E aty kisha rastin të lexoj shumë dosje, se kretë arhivat ato ishin aty në dorë të meja, edhe prandej e njoh çështjen e migracionit shqiptar, se ishte sektori veçantë që mbate dosje të veçanta edhe për personalitetet e migracionit, si për Abbas Kupin e Xhafer Devën, e Basermenin, Luan Gashin, e tjerë, mos ju lodhi shumë me këto emra. Mandej, dosje kishte lidhja e Prizrenit, legaliteti, lidhja kosovare, kishte ajo lidhja agrare, ato partit, grupe që kanë qenë të migracionit. Pa ke arrit me mona i në dokumentacion po? Disa të regoj sendet i kam vjedh, ajo të vjedhish, mirë po nuk është më ka të vjedhish prej UDB-s. Absolutisht. Po, realisht, profesore, kemi po që tash të sa ku në për studio televizive të na, her pas here i thuj një tjetër ti ke qenë UDB-sh, po realisht, a ka pos emra që shqiptarëve informatorë që kanë punu për UDB-n dhe a mund është me thonë sonte me emra se kush ka qenë? Po shive. Po realisht me fakte, ju veç... Ashtu, pra, është puna se njerëzit aq kanë informacion. Tani një njeri që ka qenë dhe zyrtar në UDB, i thot UDB-sh. Ose një informator që ka qenë si kodosh si spion, edhe aty i ven në i thes, ama ka dalime aty e to, se zyrtari është tjetër që ka marrë rogë me listë zyrtarit të ati shërbimi, a i quhet operativ, ose pjesëtari ati shërbimi si agent, kurse këto tjerët janë informator ose bashkëpunëtor të jashtëm, të cilët u jepet dhe një farë dhurate, ose punojnë për dhe një farë interesi tjetër, ose dhe një karriere, ose për ta marrë një diplom fakulteti, ose një dënë ka problem në akademinë atje për doktoratën, UDB intervenanë dhe japin. Kishim për shembull, ishte Zavenc, sekretari republikan e quajnë Evzi Mehmeti, i Kumanovës, a i Shqipen e fletë si turk, nuk e një Shqipen pastër ta flasë. Edhe i thëmë në atë kohë, unë i thëmë ishte profesori akademisë kësaj katedrës albanologjike në Shkup, profesor Petro Janura. E i thëmë, profesor, si a keni dhënë Evzi Mehmetit diplomën e albanologjisë, nuk ka lidhje me albanologjin, a i Shqipen e fletë si turk. Tha na fi urdhni ka qenë pi UDB-s, pi Angell Çemerskit, pi komitetit, edhe... Po tjerë këni ka na, profesor? Po shembull i ka kështu plot me qinda. Për shembull? Për shembull prej partive politike të na në Kosovë ka pos, do më thonë që... Po shive, kush nuk ka qenë atëherë në dorët e UDB-s? Ata... Akuzoj me full me emra? Ta haroj çdo kush, po me emra kje këta në Kosovë kje problem edhe me zyrtarët, edhe me ato që kanë qenë informator. Prandaj Vučići ka njëherë kërcënohet, thot do ta nxjerrë listën e informatorëve. Ai nuk mund ta nxjerrë se nuk e li Amerika, se bëhet atëherë gjakderdhje, bëhet problem. Po pse, kush është lista? Lista që kanë qenë informatorët që UDB i marrë Beogradi ende sekret. Po ai për të shtej konflikt, acarim, hakmarrje. Po me emra, profesor, kush kanë qenë? Po ka, po mos i përmendi me, po unë kam përmend në atë librin e parë, ballë për ballë me vdekjen, ki akademik Bajgji Sabri Hamitin, ki Jusuf Buxhavin, Agim Zatriçin, ki e tjerë, Faredin Gunga, Bajgji poet kanë qenë, Ali Rizaj që kanë qenë. Akademik, po, tjera ka akademik? Po ka plot, po unë... Për shembull? Po do edhe si mbaj mend, do se janë gjaja si... E përmendi Mehmet Krajën libër? Po, është Mehmet Kraja, po. Edhe kanë qenë ato kretë që kanë ratë gjoks atër, që UDB-n e kanë pas krah. Edhe UDB i ka majtë në për pozicionet larta.